duke qenë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë quajtur të paligjshme qeverinë Maduro dhe i kanë bërë embargo kësaj qeverie. Ky ishte hapi i parë, besoj unë, drejt rrëzimit të qeverisë Maduro, sepse në qoftë se i ndërpret transportin e naftës, pa transportin e energjisë Venezuelës, qeverisë Maduro, atë i ndërpret, se të thua është paran, i ndërpret bukën Venezuelës, dhe duke bërë këtë shumë shpejt, besoj unë që strategjia e Shtetit e Bashkuar të Amerikës është për të ngritur, për të ndihmuar popullin e Venezuelës të ngrihet në një revolucion të brendshëm, besoj unë, dhe kështu të rrezoj Maduron. Deri tani kjo nuk është arritur, besoj që kjo është strategjia dhe besoj që kjo strategji mund të arrijë rrëzimin e Maduros së shpejti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryen një operacion për bllokimin e një anije cistern në Karaibe, një anije cistern e cila ishte destinuar për ta mbërritur në Venezuelë. U kritikua shumë ky veprim i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por si janë këto operacione për marrjen e këtyre anijeve kryen nga forca speciale kryesisht? Fakti që dislokohet një flotë amerikane pranë një vendi dhe në raste të shumta tashmë të përsëritura ka goditur objektivat, pra qoftë kapjen e cisternës, goditjen e varkave e tjerë, nuk është thjesht më një tension politik, por është një mesazh i qartë. Shtetet Bashkuara të Amerikës, zoti Trump tha që Maduro i ka ditë e numëruara. Shtetet Bashkuara të Amerikës ka vendosur mbi kokën e Maduros, po e përdor në thonjza këtë term 50 milion për çdo lloj informacioni që çon arrestimin e tij. Kur Bin Laden, i terroristi më i madh, kishte 25 milion, po ta mendosh. Pra duket që qeveria amerikane është e vendosur për rrëzimin e këtij regjimi. Arsyet politike mbrapa saj mendojnë se do të ishte naive të mendohet që janë thjesht për ideologjike, për rrëzimin një regjimi të ekstremit të majt komunist. Nëse kjo do të kishte qenë fokusi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, do ta kishim parë në ndërhyrje të tjera në botë në forma qoftë të drejtpërdrejta apo të tërthorta, apo nëse do të ishte vendosja një paqe apo krijimi një sistemi, rrëzimi një sistemi totalitar, do të shikonim një ndërhyrje më të madhe në Afrikë, në të gjithë pjesën tjetër të botës. Unë mendoj që lidhet ngushtësisht me interesat amerikane dhe me objektivat strategjike që kanë, dhe që kryesisht besoj se janë rreth naftës. Duhet kuptojmë këtu që Venezuela është vendi me resurset më të mëdha të naftës në botë. E dyta është Arabia Saudite. Pra 18% të resurseve në botë të naftës janë në Venezuela. Që do të thotë kontrolli i naftës që del ndikon shumë edhe në çmimin e OPEC-ut. Por duke qenë se nafta është një produkt i cili ka vetëm një monedhë me të cilin shkëmbehet, që është dollari, kjo të lejon shumë manovrueshmëri në ndikimin e fuqisë së dollarit, fuqisë blerëse të dollarit. Pra nëse kemi një produkt një resurs, pra po themi nafta, që është e kontrolluar masivisht dhe ti mund t'i vendosësh çmimin këtij produkti, ke mundësitë që të influencosh qoftë çmimin me cilin shitet ajo, por qoftë edhe fuqinë e dollarit edhe për tregjet e tjera. Dhe kjo intereson Amerikës në luftën më të madhe që ka kryesisht në atë që është konkurenca me Kinën.